brezat që rriten në ankth ose të shpërqendruar janë të prirur të jenë dhe më indiferent politikisht, edhe mendoj që këtu te ne kjo gjë është duke ndodhur. Është duke ndodhur dhe shumë e dukshme, sidomos krahasuar me shoqëritë të tjera më perëndimore. Intuita më thotë që kultura jon politike, qoftë këtu për çfarë do të thotë pluralizëm politik, qoftë këtu për çfarë do të thotë shoqëri civile, qoftë këtu për çfarë do të thotë opinion politik dhe liri mendimi, është shumë e re. Ne jemi fëmijë në krahasim me demokracitë e konsoliduara, ndaç të Evropës perëndimore, ndaç të përtej oqeanit. Normalisht që diçka që siç janë telefonat, një faktor që të sheshon aftësinë për të artikuluar mendimin, do sheshoj edhe më shumë aftësinë për të artikuluar mendimin politik, aftësinë për të kuptuar që ti je pjesë e një komuniteti të caktuar, ky komunitet ndikohet edhe nga veprimi jot, edhe nga ky bashkëveprim, pjesa ti si bashkëveprues, dhe si tillë nëse ti nuk bën pjesën tënde, dhe të tërë sillemi njësoj, kthehemi në një komunitet delesh. Intuita më thotë që është shumë më normale kur e drogon një popull i cili nuk ka imunitet ndaj drogës, ndryshe nga një popull i cili në një mënyrë apo një tjetër e ka krijuar imunitetin, sepse ndoshta ka 200 apo 300 vjet histori demokratike, në thonjza, histori politike.